Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 38 vjeçe, e divorcuar prej disa vitesh dhe jetoj vetëm me vajzën time 13 vjeçare. Që kur u ndava nga burri, ajo është bërë gjithçka për mua. E kam rritur me shumë kujdes, ndoshta edhe me pak frikë të tepruar se mos i mungon diçka. Gjithmonë kam menduar që e njoh shumë mirë vajzën time. Por me kalimin e kohës ajo filloi të ndryshojë. U bë më e mbyllur, më e heshtur. Nuk fliste shumë për shkollën, për shoqet, për atë që ndjente. Fillimisht mendova si pjesë të rritjes, si një fazë normale adoleshence. Do kaloj, i thosha vetes. Por diçka brenda meje nuk ndihej e qetë. Ajo kalonte shumë kohë në dhomën e saj, me telefonin në dorë gjithmonë me kufje. Kur hyja unë, shpesh e mbyllte menjëherë ekranin ose ndryshonte sjellje. Çfarë po bën? E pyesja. Asgjë, më përgjigjej ajo shkurt. Dhe unë nuk doja ta shtyja më shumë, sepse nuk doja ta humbisja edhe më shumë. Një pasdite u ktheva nga puna pak më herët se zakonisht. Shtëpia ishte e qetë, e dija që ajo ishte në dhomën e saj. Shkova drejt korridorit dhe pa menduar shumë hapa derën pa trokitur. Ajo që pash më ngriu në vend. Vajza ime ishte përballë telefonit duke regjistruar veten në një mënyrë që nuk ishte as pak e përshtatshme për moshën e saj. Pozat, mënyra si fliste, si sillej, nuk ishte vajza që unë njihja dhe që kisha rritur. U shtanga. Ajo më pa në pasqyrë dhe reagoi menjëherë. E mbylli telefonin, u kthye me nxitim dhe u mbulua. Mami, tha e trembur. Në atë moment nuk dija çfarë të thoja. Nuk ishte vetëm tronditja, por ishte frika. Frika se çfarë po ndodhte në jetën e saj dhe unë nuk dija gjë. Çfarë po bën? Asgjë. Çfarë po bëje? E pyeta edhe një herë duke u përpjekur të qëndrojë qetë. Nuk u përgjigj menjëherë, heshti dhe ajo heshtje më tha më shumë se çdo fjalë. U ula në shtrat përballë saj. Zemra më rihte fort, por e dija që në atë moment nuk duhej të bërtisja dhe as ta trembja më shumë. Më jep telefonin, i thash. Ajo hezitoi, pastaj ma dha. Më pas, ajo mbrëmje nuk përfundoi me aq. Edhe pse u përpoqa të qëndroj e qetë përballë saj, brenda meje kishte filluar një stuhim mendimesh që nuk ndaleshin. Nuk ishte thjesht ajo që unë pash, ishte ajo që unë nuk dija akoma. Dhe ndjenja më e rëndë ishte pikërisht që kishte diçka më shumë pas gjithë asaj video që vajza ime po regjistronte. Ajo u mbyll në vetvete akoma më shumë, nuk më fliste më me gojë. As unë nuk e shtyva për më tej, sepse e kuptova që në atë moment nuk do të hapeshim plotësisht. Sapo ajo ra të flinte, mora telefonin përsëri. E bëra me një ndjenjë faj, por edhe me bindjen që si nën duhet të dija të vërtetën. Hapa mesazhet, fillimisht nuk pash asgjë të çuditshme, biseda me shoqet, gjëra normale. Por më pas pash një kontakt që nuk dukej i njohur. Një emër i shkurtër, pa mbiemër. Hapa bisedën dhe në ato sekonda gjithçka brenda meje u mpiks. Mesazhet nuk ishin normale për një vajzë 13 vjeçare. Fjalët, toni ishin shumë të rritura dhe të rënda. Fillova të lexoj më tej me zemrën që më rihte fort. Aty pash të vërtetën që nuk e kisha imagjinuar. Videot që vajza ime kishte bërë nuk ishin vetëm për veten e saj. Ajo po ja dërgonte dikujt, një djali dhe jo një bashkëmoshatari, por dikujt shumë të madh në moshë. Nga mënyra si fliste, nga gjërat që shkruante, ishte e qartë që ai ishte të paktën 10 vite më i madh se ajo. Me erdhi të më merrej fryma, syt më turbulluan. Në atë moment nuk pash më thjesht një gabim, por pash një rrezik real. Ai kërkonte më shumë, e manipulonte me fjalë të bukura, e bënte të ndiej e veçantë, dhe ajo i besonte. Më shumë se çdo gjë më goditi një fjali e tij.
Ti e ndryshe nga të tjerat, vetëm ti më kupton. E mbylla telefonin me një herë dhe nuk mund të lexoja më shumë. Kuptova që vajza ime nuk ishte thjesht duke eksperimentuar. Ishte e përfshirë në diçka që nuk e kuptonte plotësisht, dhe dikush tjetër po përfitonte nga kjo. Nuk fjeta gjithë natën, qëndrova zgjuar duke menduar çfarë të bëja, si ta përballoja situatën, si ta mbroja vajzën time pa e humbur. E dija nëse reagoja gabim, ajo mund të mbyllej edhe më shumë. Të nesërmen në mëngjes e pash ndryshe. Jo si vajzën time të vogël që kishte bërë një gabim, por si një fëmijë që ishte futur në një situatë që nuk ishte në kontrollin e saj. Duhet të flasim, i thash me qetësi. Ajo ngriti syt e trembur, e dinte dhe kishte ndjerë që unë kisha kuptuar gjithçka. Për këto që ke në telefon, vazhdova. Mos u zemëro, më tha ajo me zë të ulët. Nuk ishte nevojë të më kërkonte falje, kishte nevojë që të mbronte veten. Sa vjeç është ai? 23. Më tha ajo. Më ra gjithçka, tashmë nuk ishte më vetëm një shqetësim, por ishte diçka më serioze, një vijë që ishte kaluar, një situatë që nuk mund të lihej më ashtu. E pash në sy, ajo po dridhej. Nuk e bëra asnjë gabim, i thash, por ai ka bërë, sepse është 10 vite më i madh se ty. Ajo natë më ndryshoi si nën. Nuk ishte më vend për hezitim, për frikë apo për ndoshta do kaloj vetë. Tashmë e dija që vajza ime kishte nevojë për mbrojtje reale dhe unë isha e vetmja që mund t'ja jepja. Por edhe mënyra si do veproja kishte shumë rëndësi, sepse nuk doja të humbisja vajzën time. Të nesërmen pasi biseduam gjatë edhe me shumë qetësi, vendosa të mos e mbaj më vetëm për vete. I shpjegova vajzës time çdo gjë, pa e trembur, por duke i bërë të qartë që ajo nuk kishte bërë asnjë gabim dhe nuk kishte pse të ndihej fajtore. Ajo filloi të qante, jo nga frika, por nga një lloj çlirimi. Për herë të parë, ajo nuk po ndihej vetëm. Mora një vendim shumë të vështirë. Shkuam në polici. Ishte një hap që më trëmbte, por e dija që ishte i duhuri, sepse ajo që kishte ndodhur nuk ishte thjesht një gabim. Ishte diçka që duhej ndaluar. Atje shpjeguam gjithçka, treguam mesazhet, videot, kontaktin. Oficerët e morën shumë seriozisht. Na dëgjuan me kujdes dhe për herë të parë ndjeva që nuk isha vetëm në këtë betejë. Procesi nuk ishte as pak i lehtë. Kishte pyetje, tension, momente që doja të tërhiqesha. Por çdo herë që shikoja vajzën time, më kujtohej pse po e bëja këtë. Ajo meritonte të ishte e sigurt, meritonte të ishte fëmijë. Pas disa kohësh mora lajmin që prisja. Personi ishte identifikuar dhe ndaj tij ishin marrë masa. Nuk më interesonte më asgjë tjetër përveç një gjëje, që ai të mos i afroj më vajzës time dhe asnjë vajze tjetër nën moshë. Pas gjithë kësaj, jeta jo nuk u kthye menjëherë në normalitet, por filloi të shërohej. Ngadalë, me shumë biseda, me shumë kohë bashk, vajza ime filloi të hapet, të flas, të më tregoj për gjërat që ndjente, dhe unë mësova ta dëgjoj pa e gjykuar. Shtëpia jonë u bë e qetë, jo perfekte, por e sinqertë. Dhe kjo ishte më e rëndësishmja. Një mbrëmje ndërsa po pinim çaj bashk, ajo më pa dhe më tha: "Mami, faleminderit që nuk u zemrove me mua." "Nuk isha unë ajo që duhet të zemroj me ty", i thash. Ajo u afrua dhe më përqafoi. Në atë moment kuptova që kishim kaluar diçka shumë të vështirë, por kishim dalë më të forta. Ndonjëherë problemet nuk i zgjidh vetëm duke i ndaluar, i zgjidh duke qenë pranë, duke mbrojtur dhe duke mos u larguar kur tjetri ka më shumë nevojë për ty. Historia ime nuk është vetëm për atë që ndodhi. Është për atë që ne mësuam si nën e bi. Dhe mbi të gjitha, mos të humbasim njëra tjetrën edhe kur gjithçka duket se po shkon keq.